Bill dhe Hillary Clinton do të dëshmojnë më në fund para Kongresit për skandalin Epstein. Në fund të shkurtit 2026, pas 3 javësh, do të jetë hera e dytë nga viti 1983, ku një ish president del përpara Kongresit për të dëshmuar fakte tronditëse për njerëzimin, fakte krimi dhe korrupsioni, fakte aktesh kundër njeriut. Bill dhe Hillary Clinton do të dëshmojnë veçmas, në fund të shkurtit, para një komiteti të Kongresit Amerikan që heton çështjen Epstein dhe që kishin kërcënuar ish çiftin presidencial me ndjekje penale, nëse nuk do të paraqiteshin në seancën dëgjimore. Ish sekretarja e shtetit do të dëshmojë më 26 shkurt dhe ish presidenti Amerikan ditën tjetër. Komiteti kërkoi të dëgjonte Bill Clintonin për shkak të miqësisë së tij të ngushtë me Jeffrey Epstein, i cili u dënua për shfrytëzim seksual të grave dhe të miturve. Komisioni i Kongresit dëshiron gjithashtu të di se çfarë dinte Hillary Clinton për lidhjet e burrit të saj me ndërmjetësin e pasur të bursës, që vdiq në burg në vitin 2019, sipas raportimeve, por që dyshimet janë të forta edhe për këtë të ashtu quajtur vetvrasje. Askush nuk është mbi ligjin dhe kjo përfshin edhe Clintonët, tha kryetari republikan i komitetit James Comer. Edhe pse kishin refuzuar të dëshmonin për muaj të tërë, Clintonët bën një kthes pak para se dhoma e përfaqësuesve të fillonte votimin për akuzat e tyre, për shkarkim nga detyra dhe për pengim të Kongresit. Nëse nuk shkonin Departamenti i Drejtësisë, mund t'i ndiqte penalisht dhe çifti presidencial rrezikonin deri në 1 vit burg për mosparaqitje përpara Kongresit. Deklaratat e tyre do të filmohen dhe deklaratat e tyre do të transkriptohen, tha Comer, duke shtuar se ai pret me padurim t'i marrë në pyetje si pjesë e hetimit për krimet e tmerrshme të Epstein dhe Maxwell, bashkëpunëtores së tij, e cila po vua një dënim me 20 vite burg. Bill dhe Hillary Clinton i kanë quajtur këto motive të pastra politike të republikanëve. Si të jemi të gjithë idiot dhe naiv për të kuptuar se çfarë ndoshte realisht në botën e tyre të errët, në botën e atyre që drejtonin botën. Zëdhënësi i çiftit Clinton i tha Kongresit të hënën: ata negociuan me mirëbesim, kurse juve jo. Ata ju thanë në mbetim atë që dinin, por juve nuk ju intereson. Këto ishin fjalët e zëdhënësit Angel Urena, duke shtuar: ish presidenti dhe ish sekretarja e shtetit do të jenë atje, në Kongres. Ata mezi presin të krijojnë një precedent ligjor që do të zbatohet për të gjithë botën. Bill Clinton ka udhëtuar shumë herë me avionin privat të Jeffrey Epstein dhe është fotografuar me të vazhdimisht. Në vitin 2019, Bill Clinton tha se nuk kishte folur me të për më shumë se një dekadë. Ai gjithashtu mohoi çdo dieni për krimet e Epstein, por prej atëherë nuk është marrë në pyetje nga forcat e rendit në lidhje me marrëdhënien e tij me financierin e të shkuarën. Pse nuk e ka marrë asnjëherë në pyetje administrata e Biden? Gjithçka është e kuptueshme, por kohët me sa duket kanë ndryshuar dhe kanë ndryshuar për keq, lidhur me ata që kanë kryer krimet. Zbardhja e dosjeve të Epstein dhe bërja e tyre publike, po shfaqin pa censur gjithçka që është thënë dhe bërë pra padyerve të mëkatit dhe krimit. Tani të gjithë të implikuarit në aktivitetet e Epstein do të jenë përgjegjës përpara ligjit, sepse dokumentet e Epstein janë prova të forta të krimit dhe korrupsionit dhe hetimi i mëtejshëm do të jetë thjesht dhe vetëm proces për thellimin e fakteve dhe provave, për të pasuar më tek me akuzat respektive për rastet dhe persona. Krim dhe ndëshkim. Epokë e re. Mast Channel. Please subscribe.